njeriu është krijesë shoqërore. Allahu subhanahu wa taala e ka krijuar të tillë që të ketë nevojë për një rreth dhe për një shoqëri. Qoftë në mirë, qoftë në keqe, njeriu dëshiron që ta ketë dikënd me veti. Nuk dëshiron që të jetë vet. Andaj si tregohet edhe në hadithin ku përmendet kur është krijuar Ademi alayhis salam, thuhet se edhe pse ka qenë në xhenet, Ademi është mërzitur i vetmuar. Andaj Allahu subhanahu wa taala e krijon Havën për të dhe bashkohen ata dy. Domethënë njeriu është krijesë shoqërore, nuk ka mundësi që të jetojë vet. Qoftë në mirë, në qoftë të keq. Ai dëshiron që të merr njerëz dhe t'i bëj të mendojnë si ai, të veprojnë si ai dhe thjesht të jenë të ngjajshëm në rrugtimin e tij. Për këtë shkak, pejgamberi alayhis salam, po edhe Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin famlart i ka kushtuar një rëndësi të veçantë kësaj çështjeje. Ka sjell shembuj të shumtë në Kur'an, domethënë Allahu subhanahu wa taala, po edhe pejgamberi alayhis salam në për hadithet e tij që tregojnë se si kanë qenë muslimanët e mëparshëm, se si kanë qenë pejgamberët e mëparshëm me popujt e tyre, se si kanë qëndruar në të vërtetën muslimanët e mëhershëm në krye me pejgamberët, në mënyrë që muslimanët ta kenë të qartë se nuk janë vetë në këtë rrugë. Se kjo është një rrugë në të cilën kanë ecur burra të mëdhej dhe në të cilën kanë ecur pejgamberët e Allahut dhe njerëzit më të mëdhej që i ka pa shoqëria dhe historia njerëzore.